Shkurtimisht do të shohim edhe curinë e tregut të brendshëm valutor përgjatë ditës së sotme, ku vjetre përgjithsisht një qëndrueshmëri, megjithatë euro vjen të tregtohet pra niveleve më të ulta historike në raport me lekun në tregun e brendshëm, pikërisht për shkak të fluksit të lartë të monedhës evropiane në ekonominë tonë. Sipas agjencisë së këmbimit valutor, Iliria 98 dollari në mëngjesin e sotëm blihet me 81.5, shitet me 82.7 lek, euro blihet me 95.8, shitet me 97 lek, ndërkohë franga zvicerane blihet me 102.8, shitet me 104 lek. Në curinë e poundit britanik, kjo monedhë blihet me 110.2, shitet me 111.4 lek. Dollari kanadez blihet me 59.1, shitet me 60.3 lek, ndërkohë dollari australian blihet me 54.6, shitet me 55.6 lek. Jeni japonez ka humbur 200 darka në raport me lekun dhe luhatjet janë minimale pikërisht për shkak të volumit të ulët të shkëmbimit mes tyre dy monedhave. Jeni blihet me 0.51, shitet me 0.54 lek. Lira turke blihet me 1.85, shitet me 1.94 lek e qëndrueshme dhe juani kinez blihet me 10.85 dhe shitet me 11.67 lek në mëngjesin e sotëm sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98. Kjo ishte curia e tregut të brendshëm. Shohim tani edhe curinë e tregjeve përgjatë ditës së sotme, ku vjet re një tendencë në rritje e euros përballë dollarit amerikan dhe në këtë mënyrë monedha evropiane është zhitur sërish mbi nivelin e 1.17 në raport me monedhën e gjelbërt. Fillimisht në tregun monetar ndërkombëtar vjet re një tendencë në rritje të lehtë për monedhën evropiane, e cila këmbehet me 1.1726 dollar në rritje të lehtë me vetëm 0.05%, ndërsa për sa i përket poundit në këmbimin me dollarin, sërish ndryshimi është i vogël me 0.07% dhe poundi këmbehet në nivelin e 1.3549 dollarve. Përballë frangës, dollari është rritur me 0.06%, këmbehet me 0.7918 franga, dollari australian është rritur me 0.13% dhe këmbehet me 0.6722 dollar amerikan. Dollari kanadez gjithashtu ka ndryshuar shumë pak në rritje me vetëm 0.08%, këmbehet me 0.7265 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.03% vlerës dhe kuotohet në 156.33 yen mesatarisht. Në curinë e tregut kriptomonedhave, në sesionin e sotëm vjet re përgjithsisht një qëndrueshmëri në këmbimin e shumicës prej tyre dhe Bitcoin vjen tregtohet mbi nivelin e 92.000 dollarve dhe si ditën e dieshme ashtu edhe sot ka pasur luhatje. Të presim tabelën për të parë edhe curinë e tregut të kriptomonedhave. Deri në këto momente, Bitcoin është në rënje të lehtë me 0.9%, kuotohet në 93.222.58 dollar. Ethereum ka humbur 0.7% të vlerës, kuotohet në 3.215.52 dollar. Ripple është e vetmja që është rritur lehtë me 0.1%, kuotohet në 2.3364 dollar, ndërsa Litecoin është në rënje me 0.82% të vlerës, kuotohet në 82.98 dollar dhe Bitcoin Cash ka humbur 1.04%, mesatarisht këmbehet pra nivelit të 640 dollarve. Ndërsa në curinë e tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje të lehtë edhe në sesionin e sotëm pas fitimeve që realizuan ditën e dieshme në sesionin amerikan. Investitorët vjojnë të jenë të fokusuar tek zhvillimet që kanë bëjnë me Venezuelën dhe me arrestimin e presidentit Nicolas Maduro. Ai tashmë do dalë përpara gjykate në datën 15 mars, ndërsa presidentja që më herë mbante postin e zënës presidentes, tashmë ka shtrirë dorën kundrejt Shteteve të Bashkuara për të bashkëpunuar në sektor të ndryshëm. Nafta Brent ka rënë me 0.62%, kuotohet në 61.38 dollar. Nafta bruto amerikane ka humbur 0.7% të vlerës, kuotohet në 57.91 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rënje me 0.43% të vlerës dhe kuotohet në 608.63 dollar për ton. Ndërsa në curinë e tregut metaleve të çmuara,
ditën e djeshme tendenca ishte në rritje dhe tillë vjon edhe sot me arin që parafrohet gjithmonë më shumë pra nivelit më të lartë historik, prej rreth $4.530 për oncë të regjistruar në datën 26 dhjetor. Sot ka fituar 0.56% të vlerës, kuotohet në $4.476.3 dhe metali verdh ka pasur një mbështetje nga zhvillimet e ditëve të fundit, kryesisht zhvillimet gjeopolitike pas arrestimit të Nicolas Maduros nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Argjendi vjon tendencën në rritje dhe ka regjistruar një nivel të ri rekord më të lartin e të gjitha kohërave, tregtohet në $78.2 për oncë në rritje me 2.01%. Për argjendin vjet re një rritje ndjeshme e kërkesës dhe një mungesë e furnizimit të tregut dhe kërkesa është rritur ndjeshëm nga sektor relativisht të rinj si inteligjenca artificiale, makinat elektrike, por edhe panelet fotovoltaike. Platini gjithashtu është rritur ndjeshëm me 1.43% të vlerës dhe kuotohet në $2.317.9 për oncë. Edhe për platinin kemi të bëjmë me një nivel të ri rekord. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut evropian të aksioneve, ku shumica e bursave publikojnë fitime modeste në sesionin e sotëm. Vetëm DAX i Gjermanisë është i pandryshuar, ndërsa FTSE 100 i Londrës dhe CAC 40 i Parisit kanë fituar 0.22 dhe 0.27%. Indeksi Zuriut SMI dhe FTSE MIB i Milanos janë rritur me 0.08 dhe 0.5% të vlerës. Ndërsa në ecurinë e tre indekseve kryesore, në Wall Street për sesionin e kaluar, tendenca ka qenë në rritje, ishte sesioni dytë për vitin 2026, sot është sesioni 3. Dow Jones ka fituar 1.23%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur me 0.69 dhe 0.64% të vlerës. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e kompanive të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Daimler Truck kryeson fitimet në rritje me 5.3%. Sartorius, Infineon, Qiagen dhe Commerzbank janë rritur nga 1.51 deri në 3.06%. Dhe së fundmi në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, aktualisht rënja kryesohet nga sektori i shërbimeve, por njëkohësisht edhe ai energjetik. Të presim tabelën për të parë kompanitë të cilat realizojnë humbje. Adidas ka rënë me 4.42%, SAP, Rheinmetall, Brenntag dhe Continental kanë humbur nga 0.56 deri në 1.5% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.